Jozi dhe Stresi, dy artistët e estradës shqiptare kanë pasur përplasje të vazhdueshme me njëri tjetrin, edhe pas përfundimit të spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por një kthesë e papritur ka ndodhur në marrëdhënien mes Stresit dhe Jozit. Pas muajsh tensionesh, deklaratash publike dhe përplasjesh të hapura në rrjet, së fundmi Jozi ka publikuar në Instagram disa foto nga një drek, ku ai shfaqet së bashku me Sali Lushajn, babain e Stresit, gjë që menjëherë ndezi aludime për një paqe të mundshme mes palëve. Takimi vjen pas një periudhe të gjatë konfliktuale që filloi pas daljes së Jozit nga shtëpia e famshme ku dy reperat shkëmbyen kritika dhe akuza publike. Për një kohë, madje çakulloi dhe një video ku Jozi kërkonte Stresit ta puthte, moment që u komentuai gjërësisht, por më pas u mohua nga vetë Stresi, i cili tha se përqafimi nuk ishte miqësor dhe se Jozi gabonte me të. Këtë herë, Jozi theksoi se bëhet fjalë për një drek të qetë mes miqve të përbashkët dhe se mes tij dhe Stresit nuk ka asgjë të keqe personalisht. Një drek e veçantë mes miqve tanë të përbashkët, nuk kam asgjë të keqe me Stresin, siç i ka ai vëllezër djemt e Fushkuqës, edhe ne i kemi vëllezër djemt të Tropojës, Malsisë dhe Gjakovës. Ai ka impenjimet e veta dhe unë të mijat, por gëzojmë respekt për njëri tjetrin dhe për familjet. Ju urojmë çdo të mirë kudo në jetë, shkroi Jozi në profilin e tij në Instagram. Takimi me Sali Lushajn po interpretohet si një veprim me peshë, ndoshta një sinjal i qartë paqeje apo një përpjekje për të ulur tensionet që janë shndruar prej muajsh në çështje publike. Besë e fjalë kanë gjithmonë malsort, rrënofshim sa malësia e Gjakovës, shkroi Jozi në postimin tjetër. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.